Më 2 prill, ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, nis rastësisht edhe emisioni im I parë. Një rastësi e bukur me një simbolik të fortë. Autizmi nuk është thjesht një diagnozë, por një botë unike, plot sfida dhe dashuri. E ftuara ime e parë është një zonjë jashtëzakonshme, e cila prej vitesh I është përkushtuar kësaj kauze me zemër dhe shpirt. Historia e saj, përkushtimi dhe lufta për të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve me autizëm janë një frymëzim I madh. Ky emision nisti një rrugëtim me qëllimin për të sjellë zëra, histori dhe emocione të vërteta. Dhe fakti që gjithçka nisi pikërisht më 2 prill e bën këtë fillim edhe më domethënës. Zonja Liri Berisha, faleminderit që pranuat këtë ftesë për intervistë. Kënaqësia është e imja dhe uroj punë të mbar programit që ju po e rifilloni sot. Pse zgjodhët të hapnit një qendër për fëmijët me spektrin autizmit? Unë pata fatin që të njihem me shumë personalitete, kam thënë politike dhe jo politike, që kanë ndikuar shumë në jetën time. Dhe një nga këto personalitete që kanë ndikuar në jetë ka qenë Suzan Wright. Suzan Wright ka qenë themeluesja e parë e organizatës më të madhe botërore të autizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam pasur fatin të takoj dhe në aktivitetet e shumta të shpeshta që ne takoheshim, ajo më ka kërkuar bashkë me zonjën Sherry Blair, më ka kërkuar që të bëhet diçka për autizmin edhe në Ballkan, në rajon. Termin autizëm e njihja, por nuk e kishim bërë në mësim. Edhe si term e kam dëgjuar tepër vonë. Mund ta kem dëgjuar ndoshta 10 vjet masi kam dalë mjeke. Dhe kur e pyesun që pse si ka mundësi që keni autizmin kaq të shprehur ju, ajo më kthen një përgjigje që më habiti. Aq e keni dhe ju, por nuk e dini. Aq është në të gjithë botën, por nuk e dini, nuk e njihni. Duhet ta kërkoni, duhet të flisni që ai të vit ju gjej. Dhe kërkoj me insistim që unë të merrem me këtë problem. Unë nuk I dash fjalën, sepse nuk e kisha marrë ndonjëherë me autizmin. Edhe ato raste që ndoshta do I kam pasur në vizitat e mia, I kam trajtuar gjithmonë, I kam dërguar gjithmonë tek neuropediatri. Nuk ka hyrë në spektrin e vizitave që bëja unë, trajtimeve që bëja unë. Por edhe nuk I kishim bërë në shkollë. Dhe kur erdhi rrugës, mendoja si ka mundësi, domethënë, tjetë kaq I dëgjuar ky problem dhe në Shqipëri tjetë kaq I pazë, si ka mundësi që në tërë ato konferenca që kemi bërë mos ketë qenë një për autizmin. Mendoja kam pasur fëmijë kush kanë qenë me radhë, pata kot mendoj rrugës. Dhe sapo erdha, I pyes mbledh kolegët e ambulancës dhe I pyes çfarë është autizmi. Nuk e njihnin. Shoqëria nuk e njihte fare. Prindrit që e dinin çfarë kanë, e fshinin. Ishte ajo stigma, mentaliteti, psikologjia që nuk duhet e largonin, nuk donin të tregonin për këtë rast. Kjo ishte domethënë shumë e dhimbshme, që më bëri të mendoj se këta fëmijë duhen patjetër të ndihmohen. E dyta, ajo më thoshte, do shkoja prapë ta takoja këtë Suzanën, se takonim në aktivitete të ndryshme, dhe duke qenë edhe në pozicionin e zonjës së kryeministrit, më vinte pak si zor, po edhe mjeke, më vinte pak si zor të shkonja herën e dytë dhe të thoja që jo, nuk kam parë gjë, nuk e di si është dhe nuk e bëj. Dhe u detyrova të shikoj se ku jemi. E pash që nuk ishim kërkuar, e kemi filluar nga zero. Çdo gjë nga zero. Ka qenë tepër e vështirë, por me ndihmën e tyre, me ndihmën e biznesit shqiptar, ne arritëm të ngrijmë qendër, arritëm të trajnojmë stafin. Janë bërë gjëra shumë të mëdha, sigurisht që të tjera gjëra më të mëdha presin të bëjmë, por ka ecur goxha për kaq kohë sa ne e kemi marrë në dorë për ta zhvilluar. Çfarë shërbime shofroni për fëmijët me autizëm dhe për familjet e tyre? Shumë e rëndësishme është që shoqëria të ndërgjegjësohet për këta fëmijë, të mos I diskriminojë. Është shumë e rëndësishme të dinë që janë të tillë
dhe t'i ndihmoj prindrit, qoftë edhe me një fjalë të mirë. Qendra jep kryesorja është të diagnostikohen, të vinë për vizitë, të vlerësohen, bëhet vlerësimi me një grup terapistësh, pastaj trajnohen. Bashkë me fëmijët trajnohen edhe prindrit. Në qendër bëhen edhe kërkime shkencore, bëhen trajnime të specialistëve, jo vetëm të qendrës dhe jo vetëm të Tiranës dhe të vendit, por dhe të rajonit. Qendra ka shumë funksione dhe është një qendër jashtëzakonisht e domosdoshme dhe funksionale. A ka ndonjë histori nga qendra juar apo nga ndonjë fëmijë që ju ka prekur veçanërisht dhe që mund ta ndani me ne? Po të dëgjosh historitë e tyre nuk arrin dot të vëzhgishtin se kush është më e edhipshme dhe kush është më e lehtë. Kjo është një breng, apo është një fenomen që dëmton të gjithë familjen. Është një fenomen që shoqëria duhet patjetër ta njohë. Ta njohë aq sa të mos e lëndoj. Pastaj duhet ta njohë aq sa duhet edhe ta ndihmoj. Ne më duket gjithmonë sikur jemi borxhli karshi këtyre familjeve. Sa më herët të bëhet diagnostikimi, sa më herët këta fëmijë të vinë dhe të diagnostikohen se janë me këtë çrregullim, aq më i shpejt është ndryshimi, aq më i mundshëm është edhe integrimi. Këta janë fëmijë me cilët punohet, por çdo gjë varet në dorë të prindërve. Sa më shpejt ta pranojnë prindrit se fëmia i tyre ka një problem, sa më shpejt ta çojnë ato tek mjeku, tek specialisti, psikologu, aq më shpejt ai fëmijë do filloj të ndryshojë. Rastet të them janë shumë, por mua që më dhëm shpirti vërtet, ka familje që kanë nga 2 fëmijë me autizëm. I pari del me autizëm, del edhe i dyti me autizëm. Kjo është dhimbje. Kur 2 binjak janë me autizëm, kur shumë edhimshme është kur edhe kur është një, por situata për ta ndihmuar ekonomikisht familja nuk e ka. Në këtë rast, fondacioni ka bërë falas këto fëmijë, kanë pasur trajtimin nga ana e fondacionit, biznesi na ka ndihmuar dhe unë jam mirënjohës gjithë jetën biznesit që ka ndihmuar kaq shumë këto familje dhe këtë qendër. Në kohën kur unë fillova të merrem me autizmin, viti 2008, në 160 fëmijë, 1 ishte me autizëm. Sot, e dini sa është? Në 35 fëmijë, 1 është me autizëm. Shiko çfarë ecje shpejt. Dhe unë prapë bëj thirrje, nuk është turp të kesh autizëm. Turp është të jesh i varur nga mentaliteti, nga psikologjia, turp është të kesh turp nga ky çrregullim. Ky është një çrregullim i cili kërkon vëmendjen jo vetëm të nënës, por të gjithë shoqërisë. Cili është mesazhi që do t'u jepni prindërve të fëmijëve me autizëm dhe komunitetit në përgjithësi? Mesazhin tim për ndërgjegjësimin ndaj autizmit do e filloja me një krahasim statistikor për të kuptuar se ky çrregullim që prek çdo i përket sa familjes, aq edhe shoqërisë. Vedia se sot jetojmë me autizmin duhet të zgjoj çdo. Mjaft të kujtojmë se 1 në 35 fëmijë i përket këtij spektri. Ndërkohë që 2 dekada më përpara, statistikat tregonin se 1 në 160 fëmijë i përkiste këtij spektri. Sot duhet të dëgjojmë e të ritheksojmë se përcaktimi i hershëm i diagnozës, fillimi i trajtimit në kohë, i trajtimit me metoda e programe të licencuara bashkëkohore, bashkëpunimi i ngushtë prindër-terapist, përkushtimi i mësuesve ka treguar se fëmijët e këtij spektri mund të integrohen në mënyrë të kënaqshme. Kjo është një anë. Ana tjetër është mbështetja nga komuniteti dhe strukturat shtetërore.
Të nderuara zonja ligjvënëse të parlamentit, dëgjojeni me zemër atë zë alarme, dëgjojeni si nëna e si motra, për të bërë iniciatore të lëvizjeve të mëdha e për t'i dhënë vëmendjen e veçantë fëmijëve të këtij spektri. Mbështetini këto nëna që askush nuk i kupton e që autizmin u ka marrë prindërimin, rinin, gëzimin, u ka marrë ditën edhe natën. Ata nuk mirëpriten edhe pse janë të zonjat në profesionin e tyre. Përpiquni t'u lehtësoni sfidën ekonomike me ligje favorizuese. Jepuni mundësi fëmijëve të tyre të arsimohen. Dëgjojni hallet dhe problemet që ata kanë për të qenë jo vetëm mbështetja, por edhe zgjidhja e tyre. Kush më mirë se ju do e kuptoj vështirësinë e tyre? E kush më mirë se ju mund t'i ndihmoj ato? E kujt më mirë se ju i dëgjohet zëri për të qenë shpresa e tyre? Ju keni thënë që keni takuar Nën Terezën. Si ka qenë ky takim? Dhe a ka ndonjë personalitet tjetër që doni ta veçoni në gjithë këto vite takime? Unë ka pasur fatin e madh ta njoh dhe ta takoj Nën Terezën. Them ta njoh më përpara sepse e kam njohur atë kur kam qenë gati fëmijë, 13-14 vjeç, si vajza me emrin Gonxha. Ndërkohë që bisedonte mamaja ime ortodokse me gjyshen time muslimane për familjen e saj. Në atë kohë kur ata flisnin për familjen, unë nuk kisha ndonjë interes të dija domethënë se çfarë flitej për familjen, sepse më të riqte emri. Ishte një emër Gonxha i pa dëgjuar në atë kohë për ne dhe më bënte shumë përshtypje. Dhe ishte goxha i përmendur në shtëpi. Me një fjalë e kisha dëgjuar disa herë nga prindrit. Pastaj unë në atë kohë nuk dija që në botë fliteshe shumë për Nën Terezën. Nuk dija që kjo vajza me emrin Gonxha ishte Nën Tereza, dhe atëherë nuk dija çfarë shkruheshe dhe çfarë bënte. S'kisha lexuar ndonjëherë gazetet në vend jo, këtu ishte totalisht e censuruar puna e saj. Pak më vonë, kur fillova të rritem, këtë vajzë me emrin Gonxha, ose me këtë vajzë me emrin Gonxha, më lidhi familja. Takimi i parë me Nën Terezën ka qenë fundi i vitit 91. Ka qenë prak Krishtlindjesh, na kishin ftuar për të parë shtëpinë që ajo hapi në rrugën Budi, shtëpinë e motrave të Nën Terezës. Ka qenë një ditë e ftohtë, me erë, varfëri e madhe, fundi i vitit 91, asnjë dyqan i hapur, gjitha mbyllur. Shkojmë atje dhe derën e hapi një nga motrat, që ishte me trupe veshur njësoj si ajo. Edhe në fillim kujtova se mos po takoj atë që në fillim. Ajo na shoqëroi, na çoi pastaj brenda dhe hym në një dhomë të madhe me parket. Në mes të dhomës ishin ulur 4-5 motra, secila kishte nga një kovë përpara, kishte nga një shtup, me të cilën e lagte shtupën në kovë dhe fërkonin parketin. Nuk e pata atë ndjesin që aty do të ishte midis tyre, do të ishte Nën Tereza. Jo ndjesin, pa as mendimin që aty midis tyre do të ishte Nën Tereza. Zonja ajo motra që na shoqëroi, shkoi dhe i foli njërës prej tyre, dhe ajo ngrit në mënyrë shumë brofi në këmbë, me duart të hapura, dhe po afroi drejt nesh, dhe unë ngela domethënë aq e habitur, nuk doja të humbisja asgjë nga i takimi i parë me te. Po habia, dëshira, të gjitha u përmblodhen bashkë dhe doja të ruaja çdo moment që ose çdo fjalë që do thoshte ajo. Më kujtohet kishte një shikim të butë, të qeshur, dhe thoja, ku i ka kjo këtë forcë kaq të madhe që i dëgjon gjithë bota i thretnon, që gjithë bota përulet përpara saj. Disa minuta kalone dhe e kuptoje ku qëndronte forca e saj. Qëndronte pikërisht ke butësia, tek mënyra se si komunikonte. Ajo kishte një energji brenda saj, e cila tregoheshe në ecje. Ecte me një hap të shpejt
dhe të fortë, bënte një rrotullim kur merrnim ktesën, sikur ishte 15-16 vjeçe. Ajo që më ra në sy, edhe që më tërhoqi vëmendjen në fillim ishin këmbët. Këmbët ishin pjesa e vetme e trupit që flisnin për moshën, vuajtjen, dhimbjen dhe jetën e saj. Këmbët pa çorape, të veshura me një palë pantofla me rrypa dhe të mbushura me kallo. Në ato momente, të them të drejtën, më erdhi zor për çizmet që kisha veshur dhe nuk dija se si ti mshe, ku ti fshet çizmet. Nën Tereza na shoqëroi në dhomat që kishte hapur për banorët e ri të asaj shtëpie, që ishin të gjithë të smur, të braktisur, të vetmuar, ndoshta në atë shtëpi ishte për disa stacioni fundit të jetës së tyre. Dhoma ishte me njerëz e mbushur dhe nën Tereza dinte emrat e të gjithë atyre që kishin mbushur atë dhomë. Tek dikush shkonte dhe përkthelte, tek dikush tjetër i thoshte një fjalë, dikë tjetër e pyeste për diçka, dikujt i kapte faqen, ajo hyri aty tamam si një nën, e vërtet për të parë fëmijët e saj, dhe ata e shikonin sikur ajo ishte nëna e tyre. Më ka bërë shumë përshtypje ajo lloj lidhje midis nën Terezës edhe banorëve të shtëpisë. Mbasi kaluam na çoi në një tjetër dhomë. Si duket ajo dhoma e dytë ishte dhoma e banorëve ndoshta të fundit të kësaj toke. U ndodhëm përpara një shtrati brenda së cilit nuk kuptoje se çfarë ishte. 2 motra me një çarçaf lëviznin një person, që unë nuk them dot person, po 2-3 kocka kishin ngelur. Por ta shikoje me çfarë dashurie, me çfarë dimësurie, me çfarë fjalësh i shërbenin ato asaj zonje, asaj të smure, ati pacienti, nuk di si t'ja dhe emrin se çfarë ishte, aq shumë më tërhoqi dhe më bëri, më preku, sa që kisha qëndruar dhe nuk e kisha mendjen, po e shikoja të smurëm, po shikoja këto të dyja se me çfarë dashurie dhe me çfarë përkushtimi punonin. Edhe një fëmijë të vogël normal, nëna nuk do gjente fjalë më të bukura për t'ia thënë siç po flisin ato të dyja për atë që ishte në shtrat. Ndërkohë ndjej që nën Tereza më kap dorën. Më kap dorën dhe më afrohet dhe më thotë: "Në qoftë se ty do të të kërkohet ta bësh këtë punë, do e bëje dot?" Më erdhi aq e papritur ajo pyetje, sa që e ndjeva që do ishte turp mos flisja, po edhe që të hapja gojën të flisja unë nuk dija ç'do thoja. Dhe u mata të flas, ajo me njëherë më vuri dorën përpara gojës dhe ajo tha: "Këtë nuk mund ta thuash sot. Duhet të ta thot patjetër mendja, zemra, pastaj goja." Ishte një moment që e kujtoj shumë shpesh në jetën time. Gjithmonë them ç'a do kisha thënë po ta kisha hapur gojën, sepse unë kur nuk do mund ta bëja atë, ashtu siç e bënte ajo. Mund ta bëj njeriu një ditë, mund ta bëj 2, po kur nuk e bën dot siç e bënte ajo, çdo ditë. Ajo ishte nën Tereza ishte një grua që ishte vetë sakrifikuar, kurse unë kisha familje, kisha shoqërinë time, kisha fëmijët e mi, dilja, bëja dhe bamirësi. Por ajo ishte një bamirësi që e bëja e induktuar nga nëna ime, apo e induktuar nga familja, e induktuar nga shpirti, por jo ajo që bënte nën Tereza. Mbas 2-3 javësh, na thot nën Tereza që do vi për vizitë në shtëpinë tuaj. Ajo që një angazhim, jo vetëm i imi, po që një angazhim i përgjithshëm, familjar, shoqëror, i fëqinjve, të gjithë u angazhuar ta prisnim nën Terezën sa më mirë të ishte e mundur, sepse ishte një rast që unë e dija që nuk do përsëritej më. Ishte një vizitë e një njeriu që e kisha ndërruar ta takoj që kur nuk e njihja, që kur isha fëmijë. E një njeriu që pastaj fillova ta admiroj për çmimin që mori.
një njeri që na përfaqësonte dënësisht jashtë në një kohë kur bota nuk na njihte. Kisha dëshirën e madhe ta prisja sa më mirë t'ishte e mundur, megjithse koha ishte tepër e vështirë, nuk gjendesha asgjë. U angazhuam të gjithë. Kur them të gjithë këto që përmenda. Dhe ajo erdhi me një vajzë që quhej Gjeni, e shoqëruar nga Gjeni, ashtu e butë, e prishtë, e imtë, e dashur, me atë zërin e butë. Shtëpia më kthye në një peligrinazh atit. Nuk ngeli kush pa ardhur. Aq sa mendova se s'do kemi kohë të bisedojmë ne tash me të. Dhe ajo nuk përtoi. Foli me të gjithë. Dikujt i jepte një kryq, dikujt i jepte një autograf. Me dikë fliste pak më shumë. Një herë kemi qenë në shtëpinë e motrave, edhe doja t'i tregoja që unë e kam njoftur që e vogël. Kam njoftur nënën dhe motrën e saj. Nuk do t'i tregoja që nëna dhe motra e saj u largua nga kjo jetë të abandonuara, të pavlerësuara. Nëna e nën Terezës qante për të takuar të bien dhe nuk lente njëri që ajo të vinte në Shqipëri. S'ka ardhur se ka takuar, të dyja dhe nëna dhe motra vdiqën pa i takuar, në një kohë që nën Tereza luteshe për gjithë njerëzit e botës, nuk arriti do t'i japi një gotë ujë nënës saj në momentet e fundit të jetës, ishte shumë e dhimbshme dhe këtë gjë nuk doja thoja. Por do i thoja që ajo ka jetuar në një shtëpi me njerëz shumë të mirë, në një shtëpi me njerëz që e kanë dashur, nderuar. Jo vetëm ata të shtëpisë, por kush e ka njoftur, e ka dashur dhe nderuar nënën, ka dashur dhe nderuar familjen e saj dhe e ka nderuar dhe vlerësuar edhe për punën që nën Tereza bënte. Nën Tereza fliste shqip, po fliste një shqipe me fjalë të harruara. Dhe më bënte shumë përshtypje kur të tjerët më pyesin që a flet shqip nën Tereza? Ajo është larguar nga vendi i saj kur ka qenë 16-17 vjeç. Dhe ka bërë shkollën në shkollë shqipe. Kështu që nuk mund të harronte. Ajo ka qenë mjaft e aktivizuar në këto aktivitetet jashtëshkollore, këndonte shumë bukur, këngë shqip, recitonte shqip. Me të vllajin që takoheshe her pas here, mbesa e saj, vajza e vllajt, thoshte që kur babai takohet me hallën, flasin gjithmonë shqip dhe unë nuk i kuptoj. Pra nën Tereza dinte shqip. Po, ka pasur personalitetet të cilat kanë rënë gjurmë në jetën time, qoftë për problemet se si kam zgjidhur, qoftë për mbështetjen që më kanë dhënë, qoftë për mbështetjen që i kanë dhënë vendit. Një gjurmë më kanë lënë tek unë, ka qenë perandoresha e Japonisë. Një grua me një vizion të jashtëzakonshëm, e thjeshtë, një grua me dije e ditur, mënyra se si fliste, vishej, si të përcinte një grua e përunjur, më ka ngelur në mendje çdo gjë, çdo pyetje, çdo bisedë më ka ngelur në mendje. Ajo më pyeti nëse ka libra të përkthyer në shqip nga japonishtja. Unë nuk e dija ka apo s'ka. Unë e pyeti apo ju a keni librat tonë? Tha, nuk e dija kemi, po unë e njoh, tha Ismail Kadaren, që keni një shkrimtar të madh. Mënyra se si vishesh, si fliste, zëri, mënyra e qerasjes, e goskitjes, çdo gjë ishte tepër e veçantë për mua. Jetonte në një shtëpi që unë kur na thanë që do shkojmë tek perandori dhe perandoresha, mendova se do ishte një pallat shumë i madh. Është një shtëpi e ulët, midis baçeve, pemëve, pa roje, pa atë pompozitetin e postit. Nuk ka bërë shumë përshtypje ajo vizitë. Ka qenë shumë mbreslënse për mua dhe takimi me mbretreshën Sofi të Spanjës, një grua shumë e thjeshtë,
e dashur të dëgjonte, një shumë e komunikueshme, Suzan Wright, kjo që nuk është politikane, po që më ndihmoi të ngrija fondacionin, Barbara Bush, ndoshta nga që ishte dhe para gruaja presidentit parë që vinte në Shqipëri, presidentit Bush të Tjatit. Më dukesh një gjë energjike, forte, gjallë, shkatët. Shumë përshtypje më ka bërë për shembull edhe e shoqja drejtorit të FMN-s, që ka ardhur për herë të parë në Shqipëri, kur Shqipëria ishte sapo filloi domethënë koha e demokracisë, zonja Camdesy. Ajo ishte shkrimtare franceze, një grua shumë e ditur, një grua që ishte rritur në Paris, midis artit, muzikës, shkencës, po dhe ekonomisë, se i shoqi më kujtohet që mënyra e biseda, mënyra e komunikimit e uli duke parë situatën e vendit. Ka pasur plot personalitetet të tjera, Michelle Obama më ka bërë përshtypje, Laura Bush. Këdo që takoje të bënte përshtypje sepse mënyra se si ato bisedonin ishte aq e thjeshtë dhe aq e filloi ta doja me njëherë thjeshtësinë, mençurinë. Për shembull, Michelle Obama në mënyrë të vazhdueshme më thoshte që unë i dua shumë shqiptarët. I dua shumë shqiptarët për disa arsye. Dhe kish mësuar shumë prej tyre, kish parë që ishin nxënës shumë të mirë. Janë punëtorë shumë të zotë, janë patriotë të jashtëzakonshëm, janë mbështetës, janë njerëz që shkojnë mirë në komunitet. Do thënë, përshtypje pastaj më ka bërë ajo mbretëresha e Anglisë, Diana, e kam takuar. Si është ti jesh gruaja e një politikani ndonjëherë më të pushtetshmit në Shqipëri? Ti jesh gruaja e një personaliteti publik nuk është e lehtë. Ajo bëhet akoma më e vështirë kur ky personalitet është edhe politikan. Politika gjithmonë ka qenë e egër tek ne. Brezi im vjen nga një shoqëri totalisht e censuruar, nga një shoqëri që nuk e njihte kulturën pluraliste, për të përballur me atë luftën e egër të përditshme politike, mediatike apo të alternativave mendimeve të ndryshme, konflikteve të nxehta, të gjata dhe të lodhshme për ne. Dhe kjo periudhë, domethënë, për mua si grua, por më tepër si nën, më ka bërë të vuaj. Më ka bërë të vuaj sepse nuk kam dashur që kjo luftë e ashpër e egër të ndikoj brenda familjes time, brenda tek fëmijët, gjë që ka qenë totalisht e pamundur. Kjo ka qenë e vështirë të rrisi e fëmijë në atë periudhë. Më është dashur të bisedoj shpesh me ta dhe t'u shpjegoj realitetin e ri që kish filluar në vendin tonë. Më tepër për ta njoftur, por edhe për të ditur se si të mbrohen. Pra kam dashur që të ruaj disa ekuilibra që ka qenë e vështirë për kohën, por jo vetëm për mua, por ka qenë periudhë e vështirë për të gjitha gratë e politikanëve. A mendoni se ju si personalitet jeni lënë shpeshherë në hije nga pesha e madhe e figurës së Sali Berishës? Jo, as që e kam menduar ndonjëherë, as kur kam qenë zonja e parë e këtij vendi, as kur kam qenë zonja e kryeministrit, nuk e kam menduar ndonjëherë veten time në qendër të jem në qendër të vëmendjes. Po, kam qenë e vetëdijshme që duhet i shërbej këtij statusi, pasi është një status i rëndësishëm, e kam konsideruar një status jo vetëm të rëndësishëm, po e kam konsideruar si një status që të jep një privilegj. Më tepër do doja të them që e kam konsideruar si një status që duhet i shërbeja. Duhet punoja për këtë status, më tepër për të mbështetur Saliun, tek i cili kishin investuar shpresat, besimin, votuesit edhe të tjerë që e kishin zgjedhur.
Kështu që kjo ka qenë një periudhë e veçantë e jetës time, një periudhë shumë e bukur, me sfidat e veta që hera herës kanë qenë të vështira. Ka qenë një periudhë tek e cila u investova dhe vetë, mund të them që u rrita, u zgjeruan kërkesat e mia, lidhjet e mia, periudhë krejt e veçantë të cilën nuk e njihja përpara. Mund të them që pata fatin e madh të jem dëshmitare e ngjarjeve shumë të rëndësishme të vendit, që ndryshuan jo vetëm pamjen, imazhin, ekonominë e vendit në atë kohë. Mund rasti të njihem me shumë personalitete të politikës, po dhe jo të politikës, që ndikuan fuqishëm tek unë. A mendoni ndonjëherë që kosto e madhe familjare e politikës do të thotë që nuk ja vlen të merresh me politikë? E kam menduar shpeshherë. E kam menduar në çdo rast të asaj lufte të egër politike apo të problemeve kur nuk zgjidheshin, por po aq shpesh e kam menduar se duhet i shkohet në fund kësaj pune me dinjitet edhe me shumë forcë për të përfunduar një detyrë që të kanë besuar të tjerët. A mendoni se do kishit qenë një politikan e zonja, ndoshta dhe me zonja se Sali Berisha? Jo, kurse kam menduar që mund të punoj, që të jem politikane apo të kem një tjetër profesion, jam e bindur që nuk do kisha dhënë kurrë një kontribut kaq me pasion sa që jap në pediatri, po të kisha qenë në politikë. Pastaj zgjedhja e profesionit nga ndonjëherë është brenda, jo nga ndonjëherë, po njerëzit e zgjedhin vetë, vjen nga përbrenda. Unë e kam bërë me shumë pasion profesionin tim. Ka qenë një profesion që kam dhënë shpirtin, kohën, jetën, dëshirat, çdo gjë ka qenë e lidhur me profesionin. Dhe edhe kur Saliu mori detyrat që mori politike, unë nuk u shkëputa nga profesioni. Kam punuar në lagjet më të vështira të qytetit të Tiranës, Bregun e Lumit dhe Brakën. E kam vlerësuar dhe mund të them që puna në ato lagje ka qenë universiteti. E kam dashur shumë pediatrin. Politika dhe mjekësia janë dy profesione të ndryshme, po të dyja i shërbejnë njerëzve. Unë zgjodha pediatrin. Asnjëherë s'm ka shkuar në mendje që të bëhem politikane dhe mendoj se i kam shërbyer politikës shumë më tepër se sa po të isha marrë me politikë. Unë kam bërë pediatrin dhe vazhdoj ta dua shumë pediatrin dhe të merrem me pediatrin. Si shumica e nënave shqiptare, a keni edhe ju një lidhje më të ngushtë me djalin? E di si m'duket kjo pyetje? Si pyetja që u bëhet fëmijëve të vegjël, këtë do më shumë mamin apo babin, dhe ata ngelen kështu të hutuar. Është një pyetje që nuk ka nën, që të thotë dua djalin më shumë apo dua vajzën më shumë. Ka shumë probleme që i zgjidh vetëm me vajzën, ka dhe shumë probleme që i zgjidh vetëm me djalin. Unë i dua njësoj, as nuk e mendoj. Vërtet më duket si pyetja që u bëjnë fëmijëve, babin apo mamin. Dhe ata ngelen të shkretët se kënduar në shumë. Ja, ka probleme që i zgjidh me vajzën, pa e ngacmuar djalin, ka probleme që i zgjidh me djalin, pa e thënë vajzës. Por që midis fëmijët ka një harmoni me njëri tjetrin dhe një dashuri dhe harmoni me ne. Dhe këtë harmoni e kanë shtuar nipat dhe mbesat që kanë lindur dhe që janë rritur pothuajse me ne. Nëse jeta juaj do t'i gjante një libër, cili do ishte ai? Ai do ishte libri i jetës time. Nuk e krahasoj me ndonjë tjetër, unë kam pasur një jetë të vrrullshme, një jetë me ngritjet dhe uljet e saj të thella, por një jetë që nuk do ta ndroja me asnjë jetë tjetër. Domethënë, pavarësisht të mirave dhe problemeve që ka jeta, unë i kam jetuar të gjitha ngjyrat e saj. Libri do ishte imi. Nuk do të krahasoja me një tjetër. Çfarë mbani mend më shumë nga fëmijëria? Fëmijëria, them unë, është një kohë që të krijon nostalgji sa herë përmend. Për mua ka qenë e bukur. Ka qenë e bukur se jam rritur
midis shumë njerëzve, midis dashurisë shumë njerëzve, jo vetëm të familjes, po të rrethit, po të ambientit ku jam rritur. Kam pasur një shoqëri, siç kanë fëmijët të gjithë, po kemi qenë një lagje me shumë fëmijë. Të gjithë loznin për jashtë. Të gjitha me lodra të improvizuara vetë, me gur, me litar, me peta, me pinca, me komça, në lojra të improvizuara nga vetëne. Dhe ka qenë shumë e bukur si fëmijëri. Mbaj mend veten time, se nuk kam qenë ndonjë fëmijë i shkatët edhe i shëndetshëm, më thënë, duke hyrë në pemë. E mbaj mend veten time duke mjel lopën, që kishte një komshie. E mbaj mend që krasisnim lulet apo pemat, që ndihmonim në përgatitjen e zajreve të dimrit. Domethënë ka qenë një periudhë e bukur e jetës time, por them se në fëmijëni merret edhe modeli i jetës. Dhe unë modelin e jetës e kam marrë nga prindrit e mi. Kam pasur, prindrit e mi kanë qenë një çift që dominonin. Dominonin me plot kuptimin e fjalës. Ata e kanë dashur dhe respektuar njëri tjetrin në mënyrën, nuk e di, më të adhurueshme. Ata kanë qenë shembulli im. Gjithmonë na kanë mësuar me shumë durim të duam punën. Ti respektojmë njerëzit, kush do qofshin ata, dhe si do qofshin ata. Si jeni njohur me doktorin? Tash edhe këtë shkurt do ta them që të përë shpejta. Njohja me Saliun ka qenë një njohje graduale, e mbështetur në vlera. Ka qenë 4 vjet më i madh se unë, domethënë kur unë kam qenë në vit parë, ai ka qenë në vit 4. Nifeshë si një student serioz, punëtor i zgjuar, që lexonte shumë, kishte një lloj respekti të veçantë në të gjithë, jo vetëm nga shokët, po nga pedagogët, dallonte me një fjalë. Për herë të parë kam takuar edhe e kam parë në një sallë leksioni, kur hyri me një tur të madhe librash, të gjitha ishin rusisht, edhe i dorëzoi pedagogës që ne po bënim mësimin. I marrove, i tha jo? Po, tha, i lexova. Dhe unë mendova se është pedagog, se gjithmonë edhe kështu në pamje fiziku tregonte sikur ishte më i madh se sa mosha që kishte. Ajo që më ka bërë përshtypje ishte zëri, domethënë që t'i gëlloj një zë kumbues, një zë, dhe zëri ishte zëri, domethënë zëri më habiti për herë të parë. Një zë i pastor, kumbues, i qartë. Të them që dhe zgjuarësia dukeshte tek zëri, nuk di të them, po zëri më impresionoi shumë. Pastaj mbrapa mora vesh që është student, që kam mësuar disa gjuhë të huaja, që në atë kohë ishte domethënë e çuditshme, nuk ishte kaq e zakonshme që të përveç rusishtes, nuk ishte gjuhë tjetër. Nuk mësonim gjuhë tjetër. Na ndihmonte her pas here që të përkthenim këto me materiale të gjata që na jepte mësuesja ndërkohë që ne duhet të mësonim anatomin. Pra e kam admiruar për seriozitetin, për memorien e jashtëzakonshme, për mënyrën se si shpjegonte. E takoja shpesh në për laboratore dhe gjithmonë me atë ndjenjen që ky është profesori, jo që ky është studenti. Kjo ka qenë një njohje graduale, jo kështu me tranko. Kur thoni njohje graduale, mos ndoshta e keni lënë vetë qëllimisht që të pres duke ditur që doktorit i pëlqejnë sfidat? Faktikisht ka pritur ai vetë. Sa kohë ka pritur? Ka pritur vetë, dhe pse ka pritur? Ka pritur vetë sepse unë në atë kohë duhet kaloja lëndën e fispatologjisë që Saliu jepte. Dhe ai nuk ka dashur që unë të jem studentja e tij. Faktikisht nuk kam qenë studentja, kam qenë në një grup tjetër, por nuk ka dashur që unë të jem studente në kohën kur do lidheshim bashkë. Kështu që lidhja është bërë, i ka rënë të presi jo pak. Të ka shkruar në një poezi apo letër dashurie me shkrimtore?
edhe aja kuptoi shkrimin sepse mua te kartolina që më dërgoi për festat e fundvitit, më duhet të pyesja në farmacist që të ma përkthente se nuk arrija do ta lexoja atë më. Atë ke shumë të drejtë. Aq sa çka fantastike memorien, aq e ka edhe të pakuptueshëm shkrimin. Nuk më ka bërë ndonjëherë, Salu shkruan bukur, po jo poezi. Për të shkruan bukur. Për poezi, më ka recituar shumë poezi. Kur kemi qenë të fejuar dhe në njofje, ai recitante pa mbarim Sergej Jeseninin, që ishte një poet rus shumë i dashur dhe shumë i njoftur në atë kohë. Po pa pushim, aq sa më habiste. Më recitonte Bajronin, Fishtën, Migjenin, edhe sot mban në tavolinën e tij libra me poezi. I pëlqen shumë poezia. Për sa i përket shkrimit, padyshim që unë ja kuptoj, e ka shkrimin ashtu siç thoni ju, si shkopi. Por unë dhe dy punojëset e veta, Vali dhe Eda, ja kuptoj. A e bërë ndonjëherë xheloze, sepse siç ka thënë dhe doktori, xhelozia është sedimenti që linë në dashuri, i cili prodhohet nga frika se personi i dashuruar preferon ta shti dikë tjetër në dorë. Kur kemi qenë të ri, në njofjen e parë, edhe mund të ketë pasur, ka pasur, padyshim, momente xhelozie kur humbiste ajo vëmendja e dur. Por asnjëherë xhelozia nuk ka qenë më obsherri. Nuk më ka dhënë rast. Ti je bindur te që po e them kam qenë e qetë me këtë drejtim. Nuk më ka dhënë rast që ti më xheloze. Cili ka qenë momenti më i bukur dhe më i vështirë në marrëdhënien tuaj? Shumë e gjerë kjo pyetje, padyshim që marrëdhënia jon ka qenë ashtu siç që njofja graduale, edhe jeta mori rrjedhën e vet në mënyrë graduale. Jeta ka shumë ngjarje të bukura dhe shumë të vështira. Tash që ti përmend janë të familjes, kur martohesh, kur lind fëmijë që bësh prind, kur bësh gjysh, kur ke suksese në punë, po ka edhe humbjet e veta, ato janë më të dhimbshmet, më të tmerrshmet, pa durueshmet do thoja. Nga ndonjëherë të duket sikur edhe dëshpërimi dhe hidrimi janë aq afër me njëri tjetrin, pa u tharë lotot e dëshpërimit, fillojnë lotot e gëzimit. Kjo për shembull kur ke një njeri në spital, unë e kam provuar të kesh një njeri në spital, me frikën që pas asaj dere do të vijë një lajm që nuk e pret ti qan, dhe kur del lajmi që është mirë, ti nuk arrin dot të përmbash lotot e gëzimit. Domethënë janë aq afër njëra tjetrës këto, por jeta për mua, me thënë të drejtën, i ka pasur të gjitha ngjyrat, ka qenë një jetë me uljet dhe ngritjet e veta që po që se do ta krahasoja si mjeke, do thoja ka pamin asaj elektrokardiograme që një dhëmbi shkon lart, një dhëmb poshtë, një dhëmb lart, një dhëmb, kështu ka qenë jeta ime. Si të gjithë malësorët, ta ka dashur doktori që fëmia i parë të jetë djalë? Tash duket kështu sikur po e nxjerr që jo. Por fakti që të gjithë, jo vetëm shqiptarët, po në gjithë botën, urojnë me një djalë, do të thotë që kanë dëshirë. Dhe kur unë i thoja Saliut që unë kam qef për një vajzë, do të thonë të jetë vajzë e para. Saliu kishte një 2-3 shprehje shumë të bukura. S'ka gale djalë jam vetë, ose shtëpia e mirë nuk shuhet, do bësh prap djalë. Por unë kisha vënë re dhe ai e ka thënë disa herë në emisione televizive, në shtëpinë e tyre motra ka qenë kulti. Motra ishte ajo që kërkoheshen jo vetëm nga prindrit, por nga gjitha i rrethi që jetonin pranë të nderoheshe. Motra ishte më e pafuqishmja para djemve, por shumë e fuqishme me dashurinë që i jepte i gjithë shtëpia. Motra kishte dashurinë më të madhe, jepte dashurinë më të madhe, më e dhimbshmja, më e dhimbsura. Motra ka qenë gjithmonë kulti në atë shtëpi. Dhe më kujtohet kur linda vajzën, nuk është se shifja Saliun tash me atë syrin që a vërtet je gëzu kaq shumë sa që tregon, e shikoja që i thoshte her pas here vajzës,
po ku do kishte babi një më të mirë se ty? Do me thënë, ti e më e mirë, as ka një të dytë më të mirë se ty. Ose ajo urimi që më verdi nga prindrit e Saliut kur linda vajzën ishte shumë i bukur. Me jetë të gjatë vajzën, të rritet e të na përkun djalin. Më thënë, një urim shumë i veçantë, shumë i bukur. Unë kam parë aty në shtëpinë e tyre që vajza është shumë e privilegjuar, më e privilegjuar se djemtë. Vjera, për shembull, donte shumë pas vajzës, edhe Vjere. Prindrit e Saliut bënë njash masa. Por e lanë pa shkollë, e lanë me 7 vjeçare. E të shonë, ju që i donit kaq shumë, pse e latë me 7 vjeçare dhe të 2 djemtit thorot me shkollë të lartë? Jo, vajzës ka që duhet. Vajzat këtë fatin e mirë. Shkollën dhe ta marrin djemt. Po djemt isha, qa do marrin? A do marrin një vajzë me shkollë? Në më thënë, për vajzën ka qenë një lloj tjetër privilegji. A qoheshe në njërë natën doktori kur qanin fëmijët? Sa me fat ka qenë. Vajza kur lindi nuk qante fare. Ajë ca qoheshim ne, për ta parë pse s'qohet kjo, pse nuk qanë, na shqetësonte në fillim. Ishte shumë e urtë, e qetë. Kur lindi Qaramani ditës dhe i natës, Saliu pati fatin se shkoj për specializim jashtë. Dhe kur erdi, e gjeti të gatshëm për të bërë bisedë me te, edhe për të çetitur. Kështu që nuk është, por Saliu është një prind i jashtëzakonshëm dhe i përgjegjshëm dhe i dashur me fëmijët, aq shumë sa që të gjithë kujtojnë që unë jam më e buta në shtëpi dhe por fëmijët çdo gjë që kanë, çdo problem që kanë e zgjidhin me Saliun. Edhe probleme që e din se s'do t'ua bëj unë, probleme jo shumë të vështira, por që e din që unë nuk do t'i le, ata e zgjidhin me Saliun. Dhe ai deli miri dhe unë dal ajo që nuk i lejoj. Është shumë i përkushtuar mbas fëmijëve. Po kur vjen në shtëpi, a thotë unë erdha tani e dini vetë? Batut që s'ta kthej do të më të bukur përgjigjen se si e ka dhënë ai, por ardha në shtëpi e të katërtëve, duke qenë se profesionat tona janë mjek të 2 profesione urgjence, edhe pediatria është urgjencë, edhe kardiologjia ka qenë urgjencë, për Saliun, unë ndote që jo gjithmonë të mblidheshim të katërt, mund të ishim të 3, mund të ishim të 2 vetëm ata. Kështu që ardhja e të katërtëve në shtëpi ka qenë gjithmonë një moment elektrizimi. Ata shpërthenin, donin të tregonin çdo gjë, të këndonin, të flisnin, të tregonin për shokët, për lojrat, për mësuesit, domethënë nuk pushonin gjatë gjithë kohës. Dhe Saliu ka pasur na e ka thënë që në fillim që fëmijët i donte gjithmonë në shtëpi. Të tjerët që donin t'i takonin, për shembull gjyshrit e këto, vinin tek ne. Për të fjetur është fjala, se për të shkuar shkonin ata po. Mos me largo fëmijët nga shtëpia. Fëmijët edhe gjyshrit nga ana ime dhe gjyshrit nga ana e tij vinin edhe i takonin në shtëpi. Me që jemi në kulmin e debatit për veshjet e grave të politikanëve, sa shpenzoni për veshjen tuaj? Buxhetin na ka mbajtur gjithmonë unë. Saliu nuk ka mbajtur asnjëherë lek në xhep dhe as që di se sa kushtojnë ato çfarë blihen. Veshjet për shembull. Dhe jam munduar që njeriu krijon një lloj imazhi vetë me ato çfarë vesh, e identifikohet me atë çfarë vesh. Dhe unë jam munduar që gjatë jetës time të kem një lloj veshje që t'i përshtatet edhe profesionet. Veshja duhet t'i përshtatet profesionet. Nuk mund të shkosh tek njerëz që presin diçka nga ty, tek njerëz që vuajnë apo tek njerëz që kanë një nevojë të shkosh e veshur firmata, nuk shkon dot. Nuk është normale. Por unë këtë profesion kam pasur dhe për veshjen time jam munduar, domethënë, me ndryshimin e ngjyrave, ndryshimin e plaçkave, të identifikohem ajo që jam, pa pasur nevojë të blej firmata. Megjithatë, doktori duke i njohur si mirë i markave, edhe duhet pyesja në rast të festash Shën Valentin, 8 marsin, a ka blerë ndonjë çantë Hermes, Birkin, Louis Vuitton,
Bottega Veneta, sa dhe unë nuk është se i di shumë mirë, po më të eshte bashkënim. Këto i lexona, se nuk i di, po të japun të ashtë kështu. Nuk i di ai firmat, por jo vetëm që si di, por më e bukur është se kur janë të raste festash, porosisit ndonjëri nga fëmijët që zakonisht është djali, që shiko, blini ndonjë gjë të mirë për mamën, në gjë të shtrenjtë. Por ai nuk e di se sa është e shtrenjta dhe çfarë është ajo që do jetë e shtrenjtë. Asnjëherë. Më kujtohet sapo ishte bërë president, kishin 2 muajt e parë, ishin hapur nga 2 dyqane floriri atëre, dhe shkëlzeni ishte 10 vjeç. Kishte mbledh disa lek dhe shkon dhe mbledh një byzylyk floriri i hollë sa një fije floku. Të betojmë do ta nxirshte në diell dorën për ta parë që shkëlqente se ishte një flori në dorë, një fije e hollë fare. Gita që s'kisha arritur të blinte gjë, i thot, Zeni, parem dhe unë aty. Mirë i thot se s'kam gjetur gjë, mirë i thot shkëlzeni. Ndërkohë në drek vjen Salio. Edhe thot, keni marrë gjë për mamin? Po, i thot, kemi marrë kemi marrë një dhuratë. Jam edhe unë aty. I thot shkëlzeni, babi thot, mos u vare dhe ti tash, sa i me zina mban ne të dyve, do të mbaj dhe ty, thot, po mami le të presi se dhurata do t'i vi më e mirë nga një president se sa nga ne tash. Kështu që nuk i ka njoftur, as nuk mban lek në xhep. A e ke këshilluar ndonjëherë nusen e djalit Arminën që të mos postojë në rrjetet sociale foto me çanta luksoze, sepse siç e dim nuk është kohë mirë për të reklamuar veshjet luksoze? Armina e ka profesionin të tillë që duhet i reklamoj ato. Asnjëherë nuk e kam këshilluar që mos blej dhe mos vish. Ajo i di vetë, ka dhe moshën, ka dhe burrin, kështu që s'pret prej meje, por ka profesionin të tillë dhe duhet ta bëj. Po doktorit kush ja zgjedh veshjet? Ai ka gusto. Gusto ka. Veshjet ja zgjedh shkëlzeni dhe habi. Po këmishën kur nuk është hekurosur mirë që ka 2 viza, e kthen mbrapsht si shumica e burrave? Se besoj ta shofi, atë vetëm qofse e kthej unë, mbrapsht vetë, por asnjëherë s'më ka kthyer ushqimin dhe kujdesin që tregoj për te. Kështu që edhe për këmishën nuk e besoj që ti ketë shkuar ndonjëherë me 2 viza. Siç e dim, doktori rrethohet nga gra të bukura. A keni gjetur ndonjëherë në një fije floku në pallton e doktorit? Ne kemi mbi 50 vjet martesë. Tash ajo fije floku po t'ishte fije çeliku, ndoshta do bënte sherrin e madh, po fija e floku jo. Pas viteve 90, e dim që doktori ka patur një jetë politike shumë intensive, me zyrës dhe takimeve, duke qëndruar shumë kohë larg shtëpisë. Kur Spaku vendosi masën arrest shtëpie, a u lumturua që më në fund mblidhej në shtëpi? Nuk mund të them që u lumturuan. Pata një shqetësim që a do mundet Saliu të është njeri i rregullit edhe i regjimit, a do mundet ai të krijonte një regjim të tillë, ditor, regjim pune, ushqimi, leximi, përgatitje fizike, siç e bënte jashtë shtëpisë. Brenda disa ditëve ai arriti t'i bëjë të gjitha. Dhe ka qenë tepër korrekt në të gjitha çfarë pyete. Unë për një moment mendova se mos i keni çuar letra anonime Spakut si rasti i Nesti Angonit për ta mbajtur burrin në kontroll. Shumica e grave duan të kenë burrat në kontroll. Ja, s'ka pas nevojë. Po gjatë kohës që doktori qëndronte në shtëpi, a vishe me këmish apo me pijame Mickey Mouse? Është shumë klasik në çdo gjë. Në shtëpi vishet me kezhën, pantallona triko, kur nuk rrinë në shtëpi me pijame, se ne jemi shumë edhe dera s'na pushon asnjëherë, por nuk rrinë ajo. Dhe ajo që më bën përshtypje është që sikur edhe 4 herë në ditë po të bëj stërvitjen fizike, ai 4 herë në ditë do ndrohet të veshë rrobat e sportit. Nuk porton. Domethënë regjimi i tij dhe edhe vullneti i tij është i tillë që nuk çdon në asnjë rast. A gatuante gjatë kësaj kohe? Nuk ka qenë kaq dramatike situata sa të futet Saliu në kuzhinë. Por kur mbaronin drekën, kërkonte nga ndonjëherë që të na ndihmonte. Dhe mbesat me shumë humor i thonin, gjyshi ama,
se më shumë na ndihmon kur nuk bën ato punë. Do i binte diçka nga dora, do i rrëzohesha. Na ndihmon më tepër kur nuk punon. Gjatë kohës që ishte në shtëpi, a keni porositur ndonjëherë flim me telefon? Është dikush në sauk që i bën shumë të mira? Jo, nuk e kemi porositur, për dy arsye. E para është se kemi shumë nipa dhe mbesa të cilët nuk mungojnë të na sjellin, dhe e dyta që është kryesorja, thash Saliu mban një regjim të jashtëzakonshëm. Edhe kur bëhet fjalë për ushqimin tradicional të Tropojës, prapë dhe aty kufizohet? Jo vetëm kufizohet, ai vjen vera, ikën vera, ai han vetëm një lugë akullore. Jo se do, po mban regjim. Me zarzavate. A mërziteshit ndonjëherë me ato 10.000 hapat në ditë dhe a u ankuan ndonjëherë komshin për zhurmën e hapave? Të them të drejtën, kur rrotullohet shumë nëpër shtëpi për ato pak hapa që i ka ngelur, edhe mërzitesha. Vetë mundohesha ta ndiqja ndonjëherë, po nuk arrija t'i bëja dot siç i bën ai. Atyre komshive u jam shumë mirënjohës, nuk janë ankuar asnjëherë, megjithëse që e di se duhet të kemi bërë pak zhurmë. Në mëngjes a i dilte gjumi vet apo vendoste alarmin me zërin e Fatmira Breçanit? Zëri i Fatmira Breçanit është një zë i bukur që ka përcen çdo gjë. Malet e gjitha, është një zë i jashtëzakonshëm që ne e pëlqejmë shumë dhe e pëlqejmë, kam përshtypjen, ka hyrë në çdo shtëpi shqiptare zëri i saj. Por në mëngjes Saliu ka një të mirë. Gjumin e ka si me çelës. Rri deri vonë, flen shumë pak dhe kur çohet i ngopur. I them ti duhet flesh më shumë. Unë bëj gjumë të koncentruar, thot, dhe e bën edhe pa ëndra, një gjumë të qetë sa e kam shumë zili. Në mëngjes, kur duhet të çohet, nuk ka alarm ke ne, sa alarm janë nipa dhe mbesat që nisën në shkollë dhe do vinë të më përshëndesin, kështu që takohet më përpara dhe dëgjon zërin e tyre. Po ndonjëherë kur nuk e zë gjumi natën, a lexon në një resht nga libri Lulzim Bashës, sepse thonë që është shumë e mirë për të të vënë gjumë? Lexon shumë Saliu, lexon shumë, përpara lexonte shumë më tepër mjekësi, pastaj edhe letërsi, tash sigurisht lexon politik, por prap mban libra me poezi. Duli nuk është në librat që lexon? Jo, as e kemi në shtëpi atë libër. Sonja Berisha, faleminderit për intervistën, e cila më shijoi kaq shumë sa harrova dhe të pi kafen. E pip të ftohtë. Pa mirë të ftohtë. Sa ftohtë. Edhe unë të falenderoj shumë. Edhe të uroj punë të mbar.